Përshëndetje, sot po përgatisim edhe një ëmbëlsirë tepër të sheshme e lehtë me u përgatit edhe shijon shumë. Receta për sot kadaif me krem ose muhallebi kadaif, receta më e sheshme. Fillojmë. Për të përgatitur recetën, unë po përdori kadaif të gatshëm që është i pjekur. Mund të përdorni edhe kadaif që është pa pjek. Por nuk do të përdorim krejt këtë tepsi, por do të largoj 3 pjesë nga kadaifi e pjesën tjetër po e marrim edhe po e shprishim kështu. Pra e shprishim mirë, në qoftë se përdorni pa pjek, do ju duhet një kohë pak më e gjatë që ta kavërdesni. Këto 3 pjesë po i largoj nga tepsia, pra këtë pjesë po e largoj të kadaifit për shkak se është shumë për një tepsi që unë po përgatis. Këtu në tigan kam hedhur 3 lugë të gjellës me gjalp, shtoj 2 lugë të gjellës me sheqer, edhe presim që sheqeri të filloj të shkrihet. Sa po sheqeri është të shkrir, e shhedhim me një herë kadaifin të cilën e kemi bërgati më herët. Edhe tash po vazhdojmë, edhe po e kavërdisin. Përafërsisht, pra ju nevojiten dikon 250 gram ose 300 gram kadaif, jo më shumë, për një tepsi që do ta shikojmë pak më vonë. Vazhdojmë me kavërdisim kadaifin në temperaturë mesatare, jo shpejt, për shkak se mundet të digjet edhe të merr një aromë të pakëndshme. Dhe tash po e shikoni që kadaifin e kavërdisim derisa të ndohet kadaifi kështu. Edhe të merr pak një ngjyrë më të errët. Shtojmë 100 ml ujë të ftohtë me një herë, edhe e përzim kadaifin. Pse po veprojmë kështu? Për shkak se kadaifi do të fillojë të zbutet. Shumë më lehtë edhe e kemi të gatshëm me një herë sapo të ftohet ta konsumojmë. Pra, kadaifi kështu bëhet më i butë, do ta përzjeni për 1 minutë, edhe vetë po shikoni që edhe fijet e kadaifit ndohen dal nga dal, duke e kavërdis, por në të njëjtën kohë edhe zbuten. Pra 100 ml ujë i shtojmë edhe kadaifi është gati. Tash vazhdojmë me një herë e hedhim në tepsi. Do të hedhim një shtresë të hollë të kadaifit edhe e shpërndajmë mirë në krejt tepsien. Mandej përgatisim kremin për kadaifin. Vazhdojmë përgatisim kremin. Në një tenxhere shtojmë 1 litër qumsht. Vazhdojmë shtojmë sheqerin, 1 gotë me sheqer, gota është 200 ml. Shtojmë 2 lugë të gjellës me niseshte. I mbushni plot me maje, 2 lugë të plota, mandej shtojmë miell, 4 lugë të gjellës miell, gjithashtu të mbushura plot me maje, edhe shtojmë sheqer vanilje, 2 pako sheqer vanilje, 1 të kuq të vesë, edhe i përzim mirë që të tërheten të gjithë përbërësit. Mandej vazhdojmë edhe këtë kremin e zim ngadal duke e përzier vazhdimisht derisa masa të trashet, sikur kur përgatisim pudingun. Vazhdimisht do ta përzini që mos t'ju ngjitet. Pasi të përfundojmë, e largojmë nga zjarri. Pasi ta largojmë nga zjarri, me një herë shtojmë 200 ml krem hopla për ëmbëlsira ose lloj tjetër të kremit për ëmbëlsira. Edhe tash vazhdojmë edhe e rrohim me mikser që të bashkohet mirë. Edhe kremin që e përgatitëm, edhe kremin për ëmbëlsira. Vërtet, ky krem do të merr një shiet tepër të mirë, do ta vëreni dhe do ta shikoni ju kur do ta provoni ëmbëlsiran. Edhe tash, pasi që e kemi gati kremin, ne vazhdojmë edhe me një herë të nxehtë, do ta hedhim në tepsi, pra e hedhim mbi kadaifin.
Kremin e kemi hedhur, edhe tash vazhdojmë hedhim edhe pjesën tjetër të mbetur të kadaifit mbe. Vazhdojmë edhe mbulojmë me kadaif. Në këtë mënyrë, ëmbëlsirën ne e kemi gati. Receta më e shpejtë e përgatitjes së ëmbëlsirës mundeni me përgatit për çfarë do feste, por edhe kur keni mysafir, është tepër e shishme edhe një recetë që ja vlen me provu. Sa po të hedhim tër kadaifin unë gjithmonë e mbuloj me një herë me një nylon foli edhe e lanë në temperaturë dhome të qëndroj për 1 orë. Pas 1 ore do e lanë në frigorifer që të ftohet tërësisht. E mandej e kemi gati edhe mundemi me servu. Kjo është një recetë tepër e lehtë edhe tepër e thjeshtë. Nëse do ta provoni, ju bof të mirë. Kadaifin me krem e kemi gati, po i lëm edhe pak fëstëk të bluar, mundeni kokos, arra, çfarë të doni ju vetë, edhe tash krejt është gati. Vetëm mundemi ta provojmë, ta shijojmë se a është bërë i mirë ose jo. Besoj që është tepër i mirë dhe i shijshëm. Unë shpresoj që nëse do ta provoni këtë recetë, do ta pëlqeni të gjithë. Mirëmbëjtje.